Tensioni në shtëpinë e Big Brotherit çdo ditë më shumë rritet, por në këtë trocmëritin dua të jap një optik time se si kam parë një nga raportet më të diskutuara të këtij formati midis Mateos dhe Brikenës, që lindin keqkuptime midis tyre, lindin debate, lindin mëri, mbajnë hatërmbetje ndaj njëri tjetrit, distancohen, ende nuk po shkrihen, edhe që të krijohet ai çifti që publiku aq shumë po e pret nga këto dy personazhe. Dua të ndalim tek një pikë. A ka realisht Mateo ndjesi të forta vetëm për Brikenën, apo ka dhe një lloj pëlqimi në aje për Selin? A do të futet në shtëpinë e Big Brotherit si banore ishe dashura e Mateos? Kjo mbetet për t'u parë, por duke u përqendruar tek raporti me Brikenën, para ditën e sotme ata kishin një sqarim pas 24 orëve që nuk po flisnin, edhe që kishin shikime apo edhe një lloj distancimi. Jam me Brikenën një pikë kur ajo thotë që unë nuk mund të shkopus kontaktet me banorët e tjerë se Mateo ja shprehoi që e ka bezdi, e ka problem kur e shikon ata afër Rogertit, siç ishte biseda e djeshme që Brikena kishte me Rogertin, por për hir të së vërtetës, ajo bisedë e Brikenës dhe Rogertit u bë lajm në showbiz dhe në portale, pasi Brikena tregoi cilësitë, veçantitë, çfarë pëlqen tek Mateo. Pra, edhe në këtë bisedë që ai kishte me Rogertin e mbrojti, edhe Rogerti qipte ato këshillat, pra ishte më i butë dhe më jo lojtar, ishte njerëzor në ato pak që unë pash, por si të qoftë, Brikena thot se ti duhet të kesh mirëkuptim, duhet të kesh besim, nuk duhet të kesh këtë mendjen apo edhe të gjithë fokusin tënd tek loja, si përmendi një shembull kur i tha se debati që unë kisha me Inën, ndërkohë që ti rije afër me Inën dhe unë nuk e kam pasur problem, nuk të jam shprehur dhe nuk e kam nxjerrë në tavolinë si diçka që më shqetëson, ndërkohë që Mateo e ka. A ka të drejtë Mateo, pasi thotë që nëse ti rri me Artanin, i cili çdo ditë më shumë i bezdis, i ngacmon, i talli, i përqesh, apo nëse ti konsumon biseda me Rogertin dhe me Mirin, kjo gjë mund të influencoj, mund të ndikoj dhe mund të sjellë situata siç është largimi që ata të dy kanë në ato shtëpi që edhe pse janë brenda një banese, gjenë momente kur rinë pothuajse shumë orë larg njëri tjetrit dhe nuk e pyesin njëri tjetrin se çfarë kanë. Pra, duan të kapin tek njëri tjetri detaje, pse ti nuk më flet, unë të fola 3 herë, unë të tërhoqa, kapen në detaje që ndoshta mund të jenë të panevojshme për ne që i shikojmë jashtë, por për ata aty brenda mund të jenë thelbësisht le të themi një lloj strukture për të matur se deri diku është besimi, si po krijohet kjo gjë, dhe pse Brikena vuri notën 7 për pëlqimin që ka për Mateon, por ende po shikojmë që ka një lloj ngërçi midis të dyve. Edhe kur Mateo e prek, Brikena është ende e ngurtë, ende e ngrirë dhe nuk e di nëse ka të bëjë me këtë dyshimin siç e kemi vërejtur disa që mund të ketë në lidhje me Selin, apo se ajo thotë nuk të besoj ty, edhe kur thotë nuk të besoj, oj do e ketë nga jashtë mos besimin, apo do të ketë aty brenda në kuadër të lojës, duke parë që përqendrimi Mateos është tek Brikena, për të ndalen sërish tek takimi që kishte me nënën e Mateos Brikena, dhe që e kemi komentuar dhe kemi thënë që ishte shumë i bukur, një nga takimet më të bukura ndër Big Brotherve që ka pasur një banor me maman, me babain edhe me personin tjetër që ka simpati, ka pëlqim dhe që tenton të krijojë një lidhje. Pra aty pam që është ai kliku, ajo dashamirësia dhe impakti u shkrin. Por ndërkohë, përgjatë përditshmërisë, kapen, ngrise me njëri tjetrin, edhe pse më pëlqeu shumë një veprim që bëri Brikena para ditën e sotme, kur ishin ulur për jashta për të konsumuar një kafe që po i përgatiste Brikena, dhe vjen Artani që është kthyer në një palaço, në një klon, si një fëmijë i pazhvilluar, si një fëmijë i lazdruar, që bën veprime adoleshenti të papjekur që nuk i kanë as pak hije karakterit dhe moshës që ai ka, por si të qoftë, ulet zë vendin e Brikenës në karrike për të krijuar një lloj situate, dhe Brikena e mori Mateo dhe ulën tek banaku i lori kafes, dhe aty patën të gjithë këto bisedat që unë dash mendimin tim, ku
Të dy kanë të drejtë në anët e tyre, por Brikena është më shumë, le të themi, pranuese dhe është më njerëzore në atë lojë, kurse Mateo është më lojtar, i ka të ndara kufijt, nuk do të ketë raporte biseda me Mirin, me Rogertin edhe me Artanin, shprehet i neveritur nga ata dhe i ka front, i ka armiq, i ka në sulm. Nëse do të jemi me logjikën e lojtarit, Mateo ka të drejtë. Nëse do të jemi me logjikën e njerëzores, deri diku edhe Brikena ka të drejtë, duke parë të gjithë degradimin që bën Rogerti, më pas të ulesh një bisedë, edhe këtu ka një lloj pikpyetje, a duhet të vësh fre një lloj raporti, të mos kesh asnjë lloj kontakti me persona si Rogerti, apo ti tregon anën tënde të mirë në raport ku ke një lloj ballafaqimi me të dhe tregon se a mund ta përdorë ai këtë, le të themi, rrëfim apo këtë bisedë që ka me ty për kuadër të lojës. Por sidoqoftë, duke kaluar edhe në disa ujëra të tjerë, vijon ende mirëziu të ketë një lloj agresioni me Stenaldo, nuk më pëlqen. Sa ka një video që edhe unë kam shpërndar që është bërë virale, ku duket që Marko i mbyll derën për të mos dalë jashtë Stenaldo, por ndërkohë ai e hapi. E kam thënë se nëse është një video e keq kuptuar, do tjetë e keq kuptuar. Nëse është një veprim që është bërë me vetdije nga Marko për të mbyllur derën Stenaldos, se është në grup me Mirin, besoj që është një nxitje e shëmtuar dhe një veprim i dënueshëm që i ul pikë dhe nuk e tregon as pak të denjtë dhe një artist të ri siç është Marko, që kërkon të ketë edhe mbështetje. Se e dëgjova në mesnat në orën 3 të mëngjesit, ku kishte një bisedë me Mirin, duke i thënë Miri Markos që dy rrugë janë, o do lozësh 100%, ose do rish dhe do jetosh këtë Big Brother. Marko thasë unë ka një fytyrë prash përmbajtur, nuk ka bërë asnjë lojë, asnjë tentativë për të pasur një lloj situate, i shikoj non stop me Mirin dhe Miri që i kundërpërgjigjet tani më ardite dhe e arsyetoi këtë te Marku duke thënë ata që vinë duhet të jenë o me mua o kundër meje. Pra Miri nuk njeh raporte miqësore, njeh vetëm aleat që ti përdori dhe tha ai që është me mua tha duhet i sulet atij tha që më sulet mua. Pra duhet të jetë një lloj zari, një lloj mbrojtësi, një lloj avokati dhe një lloj noteri, një lloj presidenti, çfarë do lloj gjëje në shërbim të Mirit që për mua lojën e ka të humbur, është ende ajo gropa e zezë ku ka vetëm mlefe, ka vetëm inate, ka vetëm xhelozi, e ka humbur një anë që duhet ta ketë të shpërfaqur në ato lojë që për mua është dinjiteti, përsa kohë pranon çdo lloj loje dhe është i vetëdijshëm që është në Big Brother dhe bën gjithçka për hir të kësaj loje, aty pastaj tregohet edhe publiku voton, komenton, shikon, analizon dhe gjykon. E sa i takon situatët të djeshme që kishte Greta, Juela dhe Rogerti, edhe Greta është tendencioze, edhe Greta thotë që nuk ma ndjen për publikun e pështyrë dhe nuk janë veprime të hishme, sado që mund ta kemi xhan për atë vajzën komike, për atë vajzën e çiltër që është pak a shumë edhe se ai personazhi që imitoi mbrëm në shtëpinë e Big Brother, si bukura që i urrinte patjetër shumë përshtat dhe bërë në mënyrë të përkryer, edhe Greta ka gabime që duhet i zbrapsi, duhet i paksoj me këtë lloj degradimi që i bën Juelës, me këtë gjuhën apo dhe me veprime që nuk janë të hishme. Për sidoqoftë prekja e Rogertit në të pasmet e Gretës është e pajustifikueshme, është tendencioze, është e neveritshme, e ka bërë dhe me Selin duke i thënë eja tek hoteli, pra nuk një limit e Rogerti, këtë e kemi thënë dhe nuk është nevojë ta përsërisim, por duhet të marri edhe disa përgjegjësi për veprimet që bën. Edhe pse thot kundër Ledioni flet në prajë me Rogerti, nuk do t'ja di as për vllajën e madh, por sidoqoftë situatat brenda shtëpisë tregojnë në fund të ditës se kush janë edhe këto personazhe që janë ofruar në këtë Big Brother Albania VIP5. Këto ishin mendimet e mia për këto situatat e fundit në shtëpinë e Big Brotherit, por më kryesorja mos harroni të hipni edhe subscribe kanalit tonë Koha Jon në YouTube.